Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje, selam aleikum, paqe për ju. Mirë se takohemi përsëri në Z Podcast. Pas një pauze të shkurtër, rikthehemi me emisionin e rregullt, podcastin Z, i cili do të transmetohet në faqet tona në rrjetet sociale Bashkia Islame e Kosovës në Facebook dhe YouTube dhe në Facebook Z Podcast. Surpriza të shumta, tema nga më interesante do të vinë për ju së bashku, do të trajtojmë me ekspertë të fushave të ndryshëm. Udhëtim të këndshëm ju urojmë juve dhe neve së bashku në këtë proces, në këtë rrugtim. Edhe këtë rrugtim të sezonit së dytë e fillojmë me psikoagjërimi, tema aktuale të cilën jemi këto ditë. Ramazani janë ditët e para dhe pikërisht do të flasim për këtë pjesë, relacionin e psikologjisë me agjërimin. Njeriu si qenie kryesore, si individin epicendrën e botës, themi kështu. Por se cili është raporti i saj me psikologjinë, të ftuar kemi psikologun Sabit Saliun. I nderuar, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Sabit, psikoagjërimi në momentin që ma sugjeruat këtë temë, ishte më duke interesante, nuk e kisha dëgjuar më parë. Psikologji po, agjërim po psikoagjërim? Esenca ishte tek shkurtimi, që mos të bëhen shumë fjalë. Është fjala për psikologjinë e agjërimit, respektivisht për mënyrën se si ndërvepron agjërimi muajit të Ramazanit me komponenta të ndryshme psikologjike. Pra, duke përfshirë këto psikologjinë e përgjithshme, psikoterapinë, psikologjinë sociale, dimenzionet e mirëqenies psikologjike dhe komponenta tjera të pavarura cilat lidhen me agjërimin. Do të thotë agjërimi apo përgjithësi Ramazani, themi më sakt, ka lidhje me gjitha këto komponente që i përmend. Kuptohet që kur flasim për shëndetin mendor, ka shumë fusha të cilat merren me shëndetin mendor. Dhe pothuajse në shumicën prej fushave të shëndetit mendor, s'paka ato të cilat i përmenda, kanë një lidhje direkte apo indirekte me konceptin e agjërimit. Ajo që më së shumti ka nevojë bota, themi kështu, më së shumti aktualisht është empatia, bashkëndjesia. Sa i përket elementit të empatisë, cili është roli i agjërimit këtë rast? Kur kujtojmë ne muajin e bekuar të Ramazanit, shpeshherë dëgjojmë, domethënë teksa flasin njerëzit, se ka ardhur muaji i mëshirës. Okay. Dhe është kjo mëshira, ajo empatia cilën te e përmend realisht, empatia apo ndjeshmëria ndaj tjetrit, ndjerit me tjetrin, përveç se është hynore religjioze, ajo është edhe psikologjike. Empatia është një nga komponentat e cila na duhet neve gjithmonë në jetën e përditshme, i duhet edhe psikologët në punën e tij, me klientët e tij. Mirë po, niveli i empatisë padyshim që në muajin Ramazan rritet shkaku i reflektimit shpirtëror që agjërimi me rregullat cilat i ka, ja kërkon individit që ai domethënë të reflekton në këtë drejtim, do të bëhet më i ndjeshëm edhe karshi vetes, edhe karshi familjarëve, edhe karshi tjerëve, qoftë në një bashkëbisedim të thjeshtë, qoftë edhe në një relacion tjetër pak më të thellë. Shumë porosi, urtësi brenda Ramazanit që po të dëgjojmë këto ditë, disa asociojnë në tek vetë kontrolli. Pra nëse ofendohesh thuaj kështu, nëse të vjen uria menaxhoje, si ndikon agjërimi te vetë kontrolli, gërshetimi i këtyre? Agjërimi i muajit Ramazan është një shkollë në vete. Shkolla zakonshëm ka rregullat dhe disiplinën e vet. Dhe gjithmonë në jetë për të arritur diçka duhet me pas disiplinë. E njëjta është edhe me vetë kontrollin. Për faktin që neve na thuhet në tekstin religjioz, kur ta agjëroni mos agjëroni vetëm përmes abstenimit të ushqimit dhe pijes, por agjëroni edhe me syt tuaj, me veshët tuaj, me gjuhët tuaja, e kështu me radhë. Kur po flasim për agjërimin, i duhet parasysh gjitha këto procese që përmende. Absolutisht. Okay. Dhe gjitha këto janë një ftesë prej anës hyjnore që ne ta rregullojmë domethënë edhe këtë dimension psikologjik, i cili është vetë kontrolli, domethënë që njeriu të ketë në kontroll veten e tij në atë se
çka ndjen, çka mendon, çka flet, si vepron, si sillet e kështu me radhë. Vetë kontrolli, vetë besimi, vetë rregullimi dhe vetë vlerësimi janë disa komponenta shumë të rëndësishme në shëndetin mendor, e që gjitha këto ndikohen nga disiplina e agjërimit. Pra, sa i përket asaj se si ndikon vetë besimi, para se me ndiku tek vetë besimi, ndikon tek vetë rregullimi. Fakti që njeriu domethënë i duhet gjatë agjërimit me ushqy me kohë, me pi me kohë, me përfundu syfyrin me kohë, gjithë rregulla pastaj edhe për të përmbush edhe në aspektin religios, gjatë agjërimit pastaj njeriu është më i kujdesshëm edhe në mënyrën se si vishet, edhe në mënyrën se si flet, edhe në mënyrën se si duket, po bën përpjekje në atë edhe në mënyrën domethënë se qysh ai duhet me u ndi. Realisht vetë kontrolli e çon njeriu tek vetë rregullimi. Dhe vetë rregullimi ose marrja me veten më shkurt e nxit pastaj domethënë njeriu e çon deri tek kjo pjesa tjetër ku ka me ngrit vetë besimin. Kur njeriu domethënë me automatizëm i thot vetes tij, okay, unë tash domethënë po arrimi i bua sanat, nuk po më çorton kërkosh, nuk po la bukën keq, po hajm bukë me rregull, po hajm bukë krejt bashk. Domethënë janë gjëra domethënë të rutinës, të jetës përditshme, cilat ndikojnë në vetë rregullimin. Dhe këtu në Ramazan i kemi shumë të spikatura, domethënë çdo gjë domethënë e lyp me kohë, edhe kur shkojmë musafir duhet me shku me kohë se iftari, unohemi për iftar, e kështu me radhë. Pastaj domethënë ngritja e nivelit të lutjeve, të elementeve tjera cilat ne domethënë i zhvillojmë gjatë agjërimit të muajit bekuar të Ramazanit, gjitha këtu pastaj çojnë edhe tek vetë besimi, sepse njeriu thot, okay, thot nëse unë do të më ardh thot kam qenë pak dembel në raport për më bëni diçka, tash të baj, domethënë edhe nuk e shef vetën domethënë si të paavë, por përkundrazi i ngritet vazhdimisht vetë besimi i tij. Sabit, më intereson pjesa prizmi psikologjik i pjesës versetit të thënies profetike, që thot u lagën vena të shua jetja dhe në fund u realizua shpërblimi, që po besoj mund të ketë ndonjë shpjegim edhe psikologjik si pjesë e vlerësimit vetës, një rikujtimi, një punë të kryer, përgjithësi si fenomen, pastaj edhe të kjo pjesa e agjërimit. Realisht njeriu sa herë që e arrin një sukses, ngrit vetë vlerësimin e tij. Po ka nga studimet që tregojnë që domethënë agjërimi i Ramazanit ka ndikuar me u ngrit vetë vlerësimi i njerëzve në përgjithësi. Do thotë që çasti i agjërimit, i rikujtimit që përfundohet një ditë e agjërimit, lua ka rol. Luan rol për arsye që dinamika, sepse në psikologji dhe në psikoterapi vazhdimisht merremi me dinamikat. Dhe dinamika e agjërimit ndikon domethënë që njeriu me marr vlerë, me marr kuptim. Për këtë arsye, domethënë edhe është ajo porosia e famshme profetike që mos i kaloni 2 ditë njësoj. Dhe të njëjtën domethënë edhe ne domethënë e kemi edhe këtu domethënë në psikologji, po vetëm se me fjalë tjera. Që kur njeriu vazhdimisht bën diçka dhe nuk harxhon kohën kët, ai normal që edhe ka me pas vetë rregullimin në nivel, edhe ka me pas vetë vlerësimin në nivel, po edhe komponenta tjera cilat i përmendëm ne pak më parë. Sabit po dalim pak nga protokolli. Më herët gjatë diskutimit kolega ynë na tha që ka të vështirë këto ditë e para të agjërimit sepse i ka stopuar disa prej shprehive cilat i ka bërë gjithë jetën. Si është e mundur ti ndalësh gjithë ato, por të anën tjetër të mos e ndërpresh përsëri agjërimin, të vazhdosh me ta sfidon vetveten. Është e vërtet, shpesh njerëzit pyesin se pse ditët e para të agjërimit janë të vështira. Se i përket aspektit të asaj çka pritet apo pritshmërive, unë agjërimin do e kisha përkthyer si shprehi. Shprehit gjithmonë fillimisht janë të bezdisshme. Njeriu e ka të vështirë një fillim. E shoh këtë edhe domethënë, sidomos pas një kohe të gjatë ose të theksuar. Absolutisht.
edhe psikologët kur japin tazam ushtrime për frymarrjen klientëve tyre të cilët ankojnë nga ankthi, klientët e kanë vështirë 2 javët e para, 3 javët e para, ndoshta edhe 1 muaj, ndokush prej tyre derisa të adaptohet, tazam e marr frym përmes diafragmës dhe me liru frymarrjen pastaj përmes gojës. Domethënë këtë shohim qysh kur psikologët apo psikoterapistët u japin detyra klientëve të tyre në raport me frymarrjen ose edhe detyra tjera. Për shembull, frymarrja është e vështirë 2-3 javët e para me u implementu dhe ata alarmojnë jo e vështirë, jo nuk po me e ba, ose i kërkojmë një detyrë tjetër për me shkru, domethënë e ka vështirë, me ja shkru një letër vetës, e kështu me radhë. Mirë po, në një tjetër edhe në jetën e përditshme, ku shkon dikun me marrë një zanat, nuk mundet me mësu domethënë me një herë. Në një tjetër dikush nuk ka lexuar deri vonë dhe fillon ka dëshirë domethënë me bë shprehje leximin, kuptohet që librat e parë kanë me qenë vështirë për ta dhe ka me i dhimbë kohë ka vazhdimisht, ose me i djegësët, ka me thonë me vetën e tij, a kryhen në faqe fletët e këtij libri ndonjëherë apo jo. Mirë po, me kalimin e kohës, njeriu domethënë stërvitet dhe Ramazani është një lloj stërvitjeje, që njeriu domethënë fillim ka me pas shokëdhimbje, ka me pas vështirë, mirë po pas disa ditëve ai ka më mësu, ka më stërvit, domethënë ka me duru, ka me përballu, kështu që kjo është normale, sepse sa që njeriu domethënë ka një nismë të re, ka me pas domethënë pak vështirësi. Mirë po, është shumë interesante që pavarësisht pse kanë kokëdhimbje ose vështirësi tjera, ata nuk e ndërpresin agjërimin. Dhe pse nuk e ndërpresin agjërimin? Është motivi fetar, janë ndjenjat fetare, dashnia për Zotin, dashnia për atë i cili është më i fuqishëm se sa krejta gjallësat dhe krijesat tjera. Po për te kësaj janë ndjenjat e përkatësisë. Sepse njerëzit pyesin shpesh herë pse domethënë njerëzit e shohin sa i vështirë është agjërimi, ose agjëresh në ditë nxehta, edhe pse tash është domethënë kodimri, po gjatë kohëve të verës dhe nuk e ndërpresin, janë pikërisht edhe ndjenjat e përkatësisë. Njeriu ka nevojë me i taku një babe, një nane. Njeriu ka nevojë me i taku një kombi, një lagje, një mahalle. Dhe njeriu të njëjtën kohë ka nevojë me i taku një feje, një besimi. Thjesht është përkatësi e tij. Është përkatësi e tij. Dhe ndjenjat e përkatësisë padyshim që lidhen me motivet fetare dhe pastaj këtu duke synu edhe faktin që njeriu vazhdimisht është në kërkim një kuptimi më të mirë për jetën e tij, andaj njeriu agjëron edhe pse ka vështirë, duron, stërvitet, mësohet me durimin dhe në fund zgjeron domethënë qëllimet e tij, por asesi nuk dorëzohet. Dashuria për Zotin, dashuria për veten, si duket Ramazani në tërësi është shumë dimensional, më shumë se sa që ne në parim mund ta shohim. Agjërimi Ramazani në mes të dimensionit fetar dhe atij psikologjik. Agjërimi Ramazanit në mes dimensionit fetar dhe në mes dimensionit psikologjik, fillimisht në aspektin fetar, ne me automatizëm na bën ndërmend fakti që qëllimi i agjërimit është për të nxjerrë devotshmërinë. Dhe në aspektin religjioz, padyshim që ai është qëllimi primar dhe pastaj shoqërohen edhe shumë qëllime, mësime e dobi e urtësitë e tjera. Përgjithsisht ngritja e vetdijes religjioze dhe përtej devotshmërisë. Mirë po, tash devotshmërinë përtej asaj çka e përcakton domethënë religioni, që njeriu të jetë sa më lart në raport me Zotin, i ngritur shpirtërisht, devotshmëria ka edhe një interpretim, si më thon, pak më social, ose në raport me tjerët, me krijesat, qysh devotshmëria do më thonë që ti edhe mos me po veten më mirë se sa tjerët. Qysh e shohim pastaj do më thonë në aspektin psikologjik në mënyrë tipike agjërimin, e shohim si një thirrje dhe mundësi që njeriu më u kthy ka vetja, me pa veten, me u ndërgjegjësu çka po ndodh me proceset e tij të brendshme, ha? Gjithherë si pjesë e devotshmërisë dhe si adhurim në vete, kjo marrja me veten, okay. Absolutisht. Dhe kur përmendim ndërkohë domethënë faktin që agjërimi pozicionon
vetëdijsimin, ndërgjegjësimin ton, hap shumë sene masanej, hap shumë kanale diskutimi. Vedia pastaj ndërgjegjësimi, dhe ngritur i shpërtërës si njëri pak më i mirë, do më thonë veçohet gjithmonë, për në Ramazan është e specifikume. Kujtoj mati një ngjarje ku një prind, një burr po jep 2 molla 2 djemve tij, dhe po ju thot shkoni dhe hani dikun ku nuk ishte askush. Dhe njëri prej tyre kthehet dhe thot ja, thot babi thot unë hangra e mbarova, merr thot pjesën e mbetur. Dhe burri po i thot pas bë mirë. Dhe kthehet djali tjetër pas disa orëve, thot bab thot unë nuk mujta me hangër. Pse bir? Tha kudo që po shkoj, tha Zoti tha po më sheh. U silla gjithandej fshatit mi, por nuk mujta me gjetë një vend ku nuk më sheh, nuk më sheh kërkosh. Fundja edhe urtësia e tregimit domethënë është kjo, që me vetëdijsu domethënë individin, me ndërgjegjësu deri në atë pjesë që në aspektin psikologjik na nuk kemi nevojë domethënë me shtyp veten, nevojat tona, emocionet tona, vetëm pse kanë me na pa domethënë tjerë, sepse fundja Zoti na sheh. Sabit ana tregon saktësisht, konkretisht, çysh ndikon agjërimi tek shëndeti mendor? Porosia, agjërimi që të jeni të shëndetshëm, padyshim që nuk përfshin vetëm kontekstin fizik, por përfshin edhe kontekstin psikoemocional. Si ndikon, kuptohet që agjërimi përfshin segmente të ndryshme ose kontekste të ndryshme për brenda shëndetit mendor. Por unë isha ndalë tek mirëqenia psikologjike, respektivisht tek një nga teoritë e njohura të mirëqenies psikologjike, e cila ngërthen në vetë 6 dimensione, e që në disa studime që janë mba domethënë me student para Ramazanit dhe me gjendjen e tyre mas Ramazanit, ka ndalë në përfundim se njerëzit ose respondentët, studentët në këtë rast, kanë shënuar domethënë ngritje sa i përket vetë pranimit, autonomisë, marrëdhënieve pozitive me të tjerët, por edhe tek rritja personale. Ka dhe studime tjera, cilat tregojnë domethënë që agjërimi shënon reduktim të stresit në përgjithësi dhe një ngritje pak më të lartë të mirëqenies së përgjithshme psikologjike. Njeriu gjatë Ramazanit duhet të vazhdueshëm me reflektim shpirtëror. Pra, ai nuk agjeron ditën e parë dhe pastaj më kalu tek e treta, mirë po agjeron 30 ditë pa ndërprej, 30 iftare, 30 syfyre dhe gjatë Ramazanit njeriu nuk ka dhe shumë kohë ndoshta me u fotografu, me po veten apo dukna mirë apo çysh po dukna. Mirë po. Njeriu synon që gjatë agjërimit me përmbush një qëllim caktuar për të arritur atë devotshmërinë ose ngritjen shpirtërore të cilën e përmendëm pak më parë. Gjatë agjërimit syfyrin e hajmë gjithë bashk, iftarin gjithë bashk, në kohën e njëjtë. Dhe njeriu e shet që krahasimet që ja bën ai vetes së tij me të tjerët janë absurde. Dhe janë të kota dhe kësaj thot, okay, po hajmë njëjtë, po pim njëjtë. Po shkojmë në xhami, po falemi gjithë në kohën e njëjtë. Domethënë në xhami të njëjtë, në restoran kur shkojmë mangon në iftar të njëjtë, musafir aty këtë njëjtë, i cili pjatën e vet, edhe kjo me automatizëm ndikon te njeriu, që njeriu me pranu veten ashtu siç është, edhe në aspektin fizik, por edhe në aspekte tjera emocionale, ose në aspekte të sjelljes, domethënë se çysh duket ose çysh flet, e kështu me radhë. Po tek kjo pjesa e autonomisë, si ndikon agjërimi? Autonomia shihet si aftësi e individit për të marrë vendime personale në përputhje me mendimet dhe vlerat e tij që njeriu ndjen dhe mendon se i ka. Realisht, autonomia gjatë Ramazanit, me një përgjigje shumë të shkurt, i bie unë po agjëroj,
sepse kjo është në përputhje me vlerat e mia. Kur na kemi qenë fëmijë ndonjëherë kemi dashur me agjëru mirë, po nuk na kanë lënë. Edhe kur jemi rritë kemi pa që dikur në të kaluamën ata na kanë cenu neve që drejtën tona, sepse autonomia realisht është e drejta e individit me vepru, me bë çka dush me veten e vet. Dhe autonomia përveç është një dimenzion i rëndësishëm i mirëqenies psikologjike, unë e shoh edhe si një koncept që realisht e qartëson njeriu në atë se kush është njeriu, çka bën, çka vepron. Po përtej kësaj, njeriu, domethënë me vetdijet plot, domethënë mundet me ndihmu, mundet me u afru, mundet me shku dikun gjatë Ramazanit, dhe gjitha këtu janë, si më thonë, përgjigje asaj që thash më herët, që njeriu gjithçka po e bën me dëshirë, me vetdijet plot dhe pa imponim prej askujt. Përtej kësaj, mundemi me thonë që gjatë agjërimit njeriu pavarësohet edhe prej shprehive të zakonshme, sepse autonomia me përkthy në anën tjetër është një lloj pavarësie, domethënë që njeriu ja bën vetes së tij. Dhe kjo ndodh realisht gjatë agjërimit, sepse njeriu merret vetëm me veten e tij, me ndërgjegjësimin që e përmendëm pak më herët, dhe këtu domethënë te autonomia e konkretizon domethënë atë duke qenë plotësisht vetja, duke vepruar plotësisht vetja, duke ecë drejt Zotit cili ti beson plotësisht si vetja. Psikolog Sabit shpesh herë po e përmend edhe dimensionin social. Si ndikon agjërimi në marrëdhëniet ndër njerëz? Marrëdhëniet me të tjerët, Po. unë kisha zgjeruar dhe kisha thënë marrëdhëniet pozitive me të tjerët, të cilat janë një dimension i rëndësishëm në mirëqenien psikologjike, por ato janë akoma më të rëndësishme gjatë muajit bekuar të Ramazanit. Okay. Marrëdhëniet pozitive me të tjerët, ne fillojmë me i përjetu qysh prej syfyrit, kur ngritemi edhe ulemi në sofër bashkërisht me familjarët tanë për të ngrënë domethënë syfër. Dhe kjo vazhdon pastaj na shoqëron edhe gjatë ditës në punë, në ambientet e punës, edhe deri te kthimi në shtëpi për iftar apo për darkë në këtë rast. Kuptohet që jashtë agjërimit, jashtë Ramazanit, njerëzit shpesh herë munden me hangër bukë secili vete në vete, në shtëpitë tona, mirë po gjatë agjërimit, syfyri dhe iftari i të bojnë të gjithë njerëzit në një vend. Dhe pastaj ideja se syfyri është i shejt, është i bereqetshëm, se iftari është i shejt, është i bereqetshëm, e parandaloj njeriu që të krijojë konflikte në kohën e syfyrit dhe në kohën e iftarit. Dhe gjatë kësaj kohe njeriu bëhet shumë i kujdesshëm që të krijojë domethënë raporte të mira me njerëz. Po përtej kësaj, në marrëdhëniet pozitive me njerëz nuk janë vetëm në shtëpi, po janë edhe me njerëz jashtë shtëpisë, jashtë familjes, qofshin edhe në familje të gjerë, të afërt, shoqëri e kështu me radhë. Sot fatmirësisht organizohen është edhe iftare ndërinstitucionale, kur njerëzit domethënë ftohen mes vete, njoftohen mes vete, krijojnë raporte me njerëz që më parë nuk i kanë njoft, me njerëz që më parë ndoshta hiç nuk i kanë taku, dhe kësaj njeriu duke kriju sa më shumë kontakte, padyshim që për atyre kontakteve ka me kriju dikun edhe marrëdhënie të mira apo marrëdhënie pozitive me njerëz të tjerë, dhe kur njeriu krijon marrëdhënie pozitive me njerëzit e tjerë, padyshim që krijon edhe një mirëqenie më të mirë psikologjike me veten e tij. Përtej kësaj është edhe solidariteti me njerëzit, domethënë në Ramazan, sepse është shumë e rëndësishme për njeriu që ai muni sa më mirë shpirtnisht me marrë domethënë vazhdimisht një përgjigje ose një feedback të mirë prej tjetrit. E këtë më së shumti e shohim
kur ndihmojmë dikën gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, edhe krijojmë domethënë marrëdhënie pozitive, edhe zhvillojmë altruizmin dhe empatin, por mbi të gjitha edhe shënojmë një nivel pak më të lartë të vetëpërmbushjes. Psikolog Sabit përmendet më herët që ndikimi ndikon edhe tek rritja personale. Na thuaj si? Me përpjekjet e njeriut, padyshim që shënohen edhe ndryshimet në jetën e tij. Dhe rritja personale është një nga ndryshimet që njeriu synon me i pas, domethënë gjatë jetës së tij. Gjatë muajit bekuar të Ramazanit, fal vetë kontrollit, njeriu domethënë menaxhon dëshirat e tij, nevojat e tij, gjërat cilat i pëlqejnë dhe gjërat cilat nuk i pëlqejnë, dhe mbi të gjitha dinamika e Ramazanit e bën njeriu që me shënu domethënë një rritje personale. Pse? Sepse vazhdimisht ai mëson domethënë diçka të re gjatë Ramazanit, qoftë diçka nga feja, qoftë diçka nga jeta e përditshme. Mirë po, në anën tjetër është edhe ajo ana empatike, solidarizuese, cilën e përmendëm pak më parë. Domethënë sa herë që njeriu ndihmon dikën, njihet mirë për veti dhe kjo e bën ato që ai me ndje për brenda vetes që ai po ngritet shpirtnisht. Po për te kësaj, kur dikush ndihmon, normal që edhe e krijon domethënë një imazh të mirë dhe shihet si personalitet i mirë, i dashur, i pranueshëm për shoqërinë. Sabit, kur jemi tek menaxhimi, ndryshimi i orarit të gjumit, ndryshimi i orarit të ushqimit, i rrugës, i aktiviteteve të përgjithshme, raporti i njeriut në përgjithësi me gjërat që e rrethojnë, si ndikon agjerimi tek kjo pjesë? Ka shumë njerëz të cilët në përgjithësi nuk flejnë deri vonë. Mirë po gjatë agjerimit, fakti që është zgjuar që herët, pas syfyrit ka fjetë edhe pak, është zgjuar, ka shku në punë, është lot iftar, për iftar nështë ka shku, i ka falë teravit në xhami, dhe kur kthehet flen më një herë. Domethënë, ndoshta njeriu gjatë Ramazanit duhet me bë gjumin me pauza, shoku që duhet me u zgjuar në syfyr e pastaj prap për punë. Mirë po në anën tjetër shoku i angazhimit, dinamikës tij, ai mundet me i zonë domethënë orët e gjumit plotësisht, domethënë prej orës 10 deri në ora 3, 4, domethënë që është Ramazani tash, domethënë plotësisht orët e gjumit, cilat janë të nevojshme për trunin tonë, njeriu i zën me xhum gjatë Ramazanit. Ani pse dikush den domethënë me pas ose thon ndryshe, dikush mund të me pas tendenca, mund të mos me qenë shumë e përshtatshme, koha për to, ose edhe stina, ku e di çka. Mirë po, në përgjithësi, unë dëgjoj vazhdimisht dhe flas me njerëzit, ata raportojnë se të Ramazanit kanë një gjumë më cilësor, sepse domethënë kjo është shumë subjektive. Dikush gjumin e mat me atë sa orë gjumë i ban, ndërkaq dikush e mat gjumin me faktin se a flen ditën apo natën, dikush me atë se ai arrin me i zan, domethënë orët e gjumit apo nuk arrin me i zan. Sabit, di që ka shumë për të biseduar në lidhje me këtë temë, mirë po minutat më duket nuk na premtojnë, e thonë të ndalim me kaq, kështu që duke ditur që po i hyn në hak temës, po të falenderoj që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit edhe juve për ftesën, edhe pse hapëm shumë tema për brenda këtij kapitulli, por shpresoj që ndonjëherë tjetër do të kemi mundësinë për të folur në detaje e për të konkretizuar ato cilat janë të nevojshme për të thonë para kamerave. Por përpjekjen për ta bërë sa më për të përmbledhur, dikun e kemi qelluar, dikun jo, por megjithatë uroj që shikuesit të jenë të kënaqur. Dashur miq, ishte kjo epizoda e parë e sezonit së dytë të Z Podcast. Me shpresën se jeni ndarë të kënaqur këtë pjesë. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në vazhdim. Çdo të prem duke filluar nga ora 20 në rrjetet tona sociale, Bashkia Islame e Kosovës dhe Z Podcast në Facebook. Deri takimin e radhës, mirëmbëjtje, natën e mirë, selam aleikum, agjerim të këndshëm.